Sjellim edhe një herë në vëmendjen tuaj këtë apartament 2+1 të ndodhur në katin e 7 të një godine me ashensor në zonën e plazhit të Durrësit përballë me Hotel Adriatikun ose mbrapa postës qendrore apo ngjitur me shkollën Bariam Curri. Si shikoni, këtu ndodhemi në zonën e ndenjes së bashku me ambientin e gatimit. Kemi dalje në balkon. Apartamenti është investuar nga fillimi, duke filluar nga elektriket, hidrauliket, parketi, patinimi i mureve, dyert e brendshme dhe çdo gjë tjetër të mundshme. Dyert e jashtme po ashtu. Pra këto ishin dy dhomat e gjumit. Tualeti, siç e shikoni, është investuar në detaje me pajisje inkaso dhe është gati për tu mobiluar. Për gjithë ju që interesoni, ky apartament disponon një sipërfaqe neto 87 metra katror të brendshme në certifikat ose 95 metra katror totale dhe shitet për një çmim 125.000 euro i negociueshëm. Mos hezitoni, na kontaktoni dhe të vini të shkoni nga afër këtë apartament i cili është gati për mobilim sipas dëshirës dhe gustos tuaj. Faleminderit.